Piktorët në Maqedoni përballen me vështirësi për njohje dhe mbështetje, pavarësisht trashëgimisë së pasur artistike dhe talentit të tyre. Sipas piktores Lulzim Osmani, megjithatë vitet e fundit ka pasur përmirësime në këtë drejtim. Unë mendoj se me kalimin e viteve çdo kush duke munduar të bëjë diçka, e kemi arritur pak Kërçovën në një nivel më të lartë, sepse dim pak njerëzit, mirë po jo edhe thelbin të vlerësohesh ashtu si në shtetet e jashtme. Sepse do më pyesësh ku bazohesh. Bazohem përpara 8 viteve që njerëzit me kursin që kam, kisha 6 fëmijë ose 7 fëmijë, kurse kur kthehem tash edhe mendoj në momentin që jam, unë kam 40 fëmijë në Kërçovë, qoftë nga pala shqiptare apo Maqedone. Galeritë shtetërore dhe ato private janë të kufizuara në numër dhe jo gjithmonë ofrojnë platforma të qëndrueshme për promovimin e artistëve bashkëkohor. Shumë piktorë detyrohen të ekspozojnë jashtë vendit për të fituar njohje më të gjerë dhe mundësi më të mira për shitje. Numri i njerëzve është shumë i vogël. Nuk janë me ftesa personale apo vetëm nga hatërmbetja që do të vjen dikush të nderojnë në ekspozitë. Njerëzit më shumë preferojnë që të ulen dhe të rrinë në një kafene, të shpenzojnë orë të tëra, dhe sa të dalin dhe çojnë diçka të bukur. Nuk e di pse ndodh, ndoshta nuk është interesimi, ndoshta na ka ra komplet interesimi për jetën në Maqedoni. Vepra artistike në tregun vendas shitet rrallë dhe shpesh me çmime të ulta që nuk reflektojnë punën, talentin dhe përkushtimin e artistit. Mungesa e mbështetjes së qëndrueshme nga institucionet kulturore dhe mungesa e një tregu të mirëfillt të arti e bën të vështirë për artistët që të jetojnë vetëm nga arti i tyre. Nëse një artist nuk ka të ardhur nga shitja, nuk ka mbijetesë, nuk ka si të jetojnë, sidomos në Kërçovë ose në një vend ndoshta pak më të vogël se Kërçova. Unë flas me bindjen time personale, sepse nëse unë nuk do të isha një arsimtare në një shkollë, nuk do të kisha as edhe kursin që e kam me fëmijët kursantë që vinë në këtë studio. Nëse e kisha marrë vetëm shitjen e pikturave, nuk kam mbijetesë. Artistja thotë se përmirësimi i kësaj gjendjeje kërkon një angazhim më të madh nga institucionet shtetërore, edukim më të gjerë publik për rëndësinë e artit dhe zhvillimin e një tregu arti që jep vendin që meritojnë krijuesit vendas.